A do të mund të shoh fëmijët e mi të rriten? A do të mund të kujdesem për to? Kjo është brenga më e madhe Olsi Subashit, i cili ka plot 23 vite që vuan nga diabeti. Ai ishte vetëm 6 vjeç kur zbuloi se ishte i sëmur, por padituria dhe pafajësia e moshës nuk e lejoi të kuptonte rrezikun e kësaj sëmundje. Neglizhenca, pavarësisht kujdesit të prindërve, bëri që ai të humbiste njërin sy, si dhe të kishte probleme me veshkat. E ndërsa sot, rutina e një dite normale, për të nuk është si ajo që ne kemi. Ai flet dhe zgjohet çdo ditë me frikën, nëse sheqeri në gjakun e tij është nën apo mbi norm, i duhet të marrë insulin dhe shumë ilaçe të tjera në më shumë se 3 herë në ditë. Ky 5 vjeç gjysmë, kupton? Isha jo smur, jo me temperaturë, jo mos e kam treguar të shtëpisë. Edhe jo pija ilaçe, jo s'mbëshin mirë, jo i ndryshoja, jo kjo s'bën, jo kjo s'bën. E kupton? Vazhdoi jeta. Pastaj vetëm kur bora shumë keq, me temperaturë me të gjitha, pa ndjenja, vetëm kur kanë çuar në spital pastaj. 4 ditë tje sorum. Edhe atëherë pastaj doli diabeti. She i vogël kuptoja, as i shkon fare, kam ne 3 muaj në spital herën e parë. Që atëherë dhe ditën e parë që dola shkova ke rrushë me vrap, se disha ç'është diabeti. Pa marrë shkollën një herë muaj të shkoja në spital. I vogël se disha e masha, i herë shkonte 400, i herë shkoi 100, i herë hiksha edhe 5. Në gjendje të rëndë në spital. Pse ke frikë me ikë me një vend? Ke frikë? Do ikësh në Itali? E ze marrim një shembull me ikë në Itali, do marrësh bukë me vete. Me thjeshta. Do marrësh bukë me vete sepse të bi, ose të kap të bie glicemia. A kupton? Kjo ka ndryshuar shumë, më shumë. Më çdo vend ku shko është ndryshe. Unë jam ndryshe, tjerë janë ndryshe. Ndarë nga mëngjes, shkoj për puna, bëj gjilporën, hiki, e bëj këtë rrugën nga ajo që tha që punoj këtu, deri tani e bëj të rrugën 4 herë në ditë, 5 herë në ditë. U bona 4 vjet dhe 3 vjet më fal, që ky sy e hiku më shumë. Edhe punoja e shifja, që edhe ku punoja me kamerierët tjerë, i thoshe që më ndihmo pak këtu sepse nuk mund ta vej dot gotën këtu, sepse ky sy mund filloi të ikë shikimi, filloi të më ndali perde përpara. Sot, 29 vjeç e babai i 2 fëmijëve, ai përpiqet të bëjë një jetë sa më normale të jetë e mundur. Olsi merret me riparimin e biçikletave, aktivitet të cilin e zhvillon në shtëpinë e tij, ndërkohë që frika se ndoshta një ditë nuk do të mund të bëjë më asgjë për shkak të përkesimit të sëmundjes e ka pushtuar atë. Nuk e dishe që ishe ka shumë vrasës, si ta them unë ty, se marr një shembull, sot jam smur, pi një ilaç dhe unë njalla. E kuptoj, këtë doja dhon, tishte. Tishte shumë shpejt e shërueshme. Është shumë shpejt jo. Le të zgjasë se kisha problem, pa dishe që do shëroja, jo që do shkoja më cop-cop i them unë. Je bosi cop-cop i them. E kuptoj? Nuk e dishe që ishte ka shumë e keqe kjo smundje. I thoja vetes më mirë të ishe me zemër, e dishe që apri që do pushoj ditët dhe do marroj, se sa diabeti që vjetu të hy nga pak. Si krymbi. Në diabeti them krym. Vjetë hy avash avash. E ndërsa jeton me dëshirën për të kthyer disa vite më pas për t'i dhënë sëmundjes së tij trajtimin e duhur, e tashmja e Olsit ecën krah për krah me të, duke i dhënë mundësinë të kujdeset sot për të.